kush është mendimi juaj për Berishën sot? Berisha dhe mendimi im personal sot që flasim për Sali Berishën është një individ fatkeqësisht që thot diçka tjetër dhe bën diçka tjetër. Vetëm kaq? Është një person i cili e ka bllokuar dhe po e mban peng Partinë Demokratike. Partia Demokratike duhet të rinovohet në gjenezën e saj. Mendoni se me atë brum që ka Partia Demokratike me emrat që përmendet ju mund të rinovohet? Absolutisht jo. Rinovim për mua janë figura të reja, si Barbara, si dikush tjetër, si njerëz intelektual që kjo parti ka përzën sepse mendonin ndryshe, i ka përzën sepse ngrinin zërin, i ka përzën se ishin njerëz të lirë mbi të gjitha. Berisha është 81-82 vjeç. Do të bëhen këto zgjedhje, ai mund të rri prap kryetar partie ose mund të rrihet. Nëse do ta kthesh o zotri PD-n SHPK, pastaj kjo është problem tjetër. SHPK e ka PD. Kjo është problem tjetër, nuk e shoh të arsyeshme që mbas datës 11 unë kisha fjalën që kush mund ta reformojë atë parti, se ato që le të themi Berisha le të rrojë edhe 1000 vjet. Po le të themi që i erdhi vdekja fizike. Kush do ta marrë partinë? Do të jetë prap Muli, do të jetë prap Çuni Fariut, do të jetë kjo si e ka Vokshi, do të jetë domethënë Vokshi do ndaloja për diçka të thjesht thoja që është e vetmja femër e cila ka gjithë këto vite në krye të forumit gruas, e cila nuk punon për forumin e gruas dhe nuk janë bërë një zgjedhje në partinë të arshuajtur në thonjza demokratike, ku nuk bëhet një garë njërë për forumin e gruas, se kjo është qesharake. Është qesharake, ku e kemi demokracinë kur këtu nuk bëhen zgjedhje. Gjitha këto nuk janë të reja, gjitha këto nuk bëhen zgjedhje. Gjitha këto kanë qenë, unë e kam fjalën këtu, për njerëzit e ri, ju thoni të rit. Përse njerëzit e ri shkojnë dhe aderojnë ke një parti e vjetër me një lider që është 82 vjeç sot. Domethënë sepse kjo nuk ndodhi sot, ditën erdhi një rrufe që i ra Partisë Demokratike dhe bom. Ka qenë diçka, Partia Demokratike. Kjo është në mënyrë permanente. Ka qenë ajo që ndodhi dhe me mua dhe ta seroj unë se unë jam e re dhe i përfaqësoj të rinj. Kam qenë edhe zëri të rinjve të asaj partie. Një ndër arsyet, zotëri, që unë ndoshja Sali Berishën me gjithë këto që thua ti ishte pikërisht sepse fajet e 5 humbjeve ja aderonte Bashës. Dhe tha unë do sjell garën, Basha vën familjarët, Basha nuk pyet bazën, çdo gjë që ndodhte në atë parti kishte një fajtor që ne ndoshëm dhe foltoren dhe ky fajtor u quante Lulzim Basha. Po kush e solli Bashën? Basha iku. Tani në momentin që ky individ bëri statutin, bëri dhe ta shuajturat primaret. Ky nuk respektoi as statutin as primaret. Dhe dolëm këtu tani tek logjika që gjatë gjithë kohës ka qenë ky, nuk ka qenë Basha.